shpesh kemi kreun më të lartë të shtetit shqiptar dhe vjen dhe nderon shkollën shqipe Alba Life në Bronx, një nga degët e rjetit më të madh në diasporë të Alba Life. 7 shkollat shqipe të ngritura në gjithë New Yorkun, deri në Albany, në kryeqytetin e New Yorkut, peshojnë sa 7 kala. Mësim shqip pa ngalur, qoftë dhe një sekond nga programi ynë, 19 vjet shqip, mund, djesh, beteja, dhe të gjitha këto janë kthyer në pika floriri si shkronjat e arta të gjuhës sonë. Kalterimet e prindërve të jetë kënaqur, nga se shkolla do t'i bëjnë të jetë zënë me puan kualitative, se sa të qërojnë sytë pranë iPadit, lojnave shpesh të çmendura, është gjuha e nënësime, më tha një nxënës gjatë bisedave të shkurtra, dhe unë tani po të rinë shumë, lotët breshë do të më shkojnë para mësimit, i cili më preku thellë dhe më kujtoi prodatorin e shtuar Mitru Skuteri që thotë: "Të falem ty, o gjuhë, hoj, të zithë nënës qetësi, ty këngë foshnjës, kaltërsi, ty afshi zemrës dashuri, gjithmonë e ëmbël, mjaftë zgjoj." Ky program skrupullos, serioz dhe profesional nuk do të kishte sukses pa mësueset e talentuara e Telamunda, Elona Shkreta, Katrinda Vajqin-Cagashi, Rosetta Juseni, Helena Ulkaj, Erinda Isufaj, Albana Lazri, Era Shkëmbi, Edrina Belishka, Gresina Basha dhe Gavita që më ka sot e më ka për surprizë, që më ka Gavita. Bashkimin e kombit shqiptar fillon nga gjuha shqipe që është identiteti ynë kombëtar. Alba Life është shumë e suksesshme dhe në programin e gjuhës shqipe të caktuar nga shteti i New Yorkut, që nxënësit që kalojnë testin ju njihen 12 kredite dhe është me një kontribut të madh Alba Life. Sot këtu konkretisht kemi Oresti Salillari qofse ka ardhur, zoti president, nëse nxënësit e Alba Life dhe të gjithë New Yorkut në shkollë të mesme kalojnë testin e gjuhës shqipe, ata marrin 12 kredite kolegi dhe nuk paguajnë dhe para, jo vetëm kreditet kolegit. Oresti Salillari sot është nder për kombin tonë. Ai është në Baruch College. Kemi dhe nxënëse me talentuar Sara Balili që e kam rritur vetë me duart e mia. Ku Sara? E kemi në Yale University, kam vije Sara. 12 kredite kolegi Sara dhe sot është në Yale University ku kanë qenë 2 presidentët, Bill Clinton dhe Hillary Clinton. Ja Sara. 12 kredite, Yale University, është shumë kënaqësi që unë të nderoj sot Alba Pro me Amir Suka dhe Aron, djalin e Amirit i cili është aty në kënd, ka qenë nxënës i shkollës shqipe Alba Life. Amiri është me 4 çmime e një zoti president. Amir Suka, krye dorën Amir Suka. Dhe punon në Bashkimin e New Yorkut dhe televizionin. Dua të nderoj televizionin Noli Show që ka ardhur bashkë me amerikanin Mike Todd. Thank you Mike, thank you so much. Dua të nderoj inxhinier Odisej Salillarin, Balon Gërbeshin, Xhavit Picarin që ndihmojnë shumë për mediat tona. Dhe me të vërtetë është shumë krenari dhe unë ju falenderoj zoti president dhe kjo vizitë juaja historike këtu në Bronx i ku është diaspora më e madhe shqiptare nuk do të harrohet kurrë, sepse është vizitë historike, është kreu më i lartë i shtetit shqiptar dhe mbi të gjitha shkolla shqipe ka për parti Alba Life dhe presidenti Bajram Begaj është simbol i unitetit të kombit shqiptar. Falenderit Mil Belaj, kryetari shoqatës shkrimtarëve shqiptaro-amerikan. Luftoj të gjithë të çoni në këmbë për të interpretuar dy himnet kombëtare amerikane dhe shqiptare, udhëhequr nga artistja e shquar Dëshira Ahmeti Kërliu, e cila është e punësuar dhe në
Universitetin e Maqedonisë, por është dhe me famë botërore, por mbi të gjitha udhëheqësja e shkollave shqipe Al-Balajis, udhëheqësja e programit, dhe thot kënaqësi më të madhe në çdo skenë të botës e kam vetëm këtu para nxënësit të Al-Balajit. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through fight, our rampart we watch were so gallantly streaming, and the rocket the bombs were singing, give proof through the night that our flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet wave over the land of the free and the home of the brave? Zotin Kemal Sylo, themeluesi televizionit dhe shkollave shqipe në gjithë New York dhe në online për të përshëndetur. I nderuar Zoti President Bajram Begaj, Honorable Assemblyman John Zagara Jr., të nderuar mësues, prindër, nxënës të shkollës shqipe Al-Balaj në Brocë. Sot është një ditë e veçantë që ndicnes është presidenti i Shqipërisë, Zoti Bajram Begaj, të cilin në emër të bordit të televizionit dhe shkollave shqipe Al-Balaj i urojmë miseharin dhe e konsiderojmë një vlerësim i punës 19 vjeçare të stafit të shkollave shqipe Al-Balaj, që me përkushtim kanë punuar për të mësuar gjuhën shqipe, historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Le t'i dhurojmë një duar trokite për ardhjen në shkollën shqipe Al-Balaj në Brocë.
Është shumë e vështirë të përmbledh gjithë punën e përkushtimin e mësuesve gjatë këtyre 19 viteve me pak minuta, për të cilin gjerasit I falenderoj të gjithë mësuesit që kanë punuar gjatë këtyre viteve, por dua të theksoj se shkollat shqipe Alba Life kanë qenë një burim frymëzimi edhe për shkollat e tjera në mbar diasporën. E theksoj këtë, sepse edhe në kohën e vështirë të pandemisë së COVID-19 nuk e ndalëm mësimin e gjuhës shqipe, por ishim të parë që filluam me njëherë mësimin online, falë përvojës të mësimit në online që kishte profesore doktore Barbona Zylo Watkins, nga dhenja mësim në online në universitetet edhe para periudhës së pandemisë. Ajo është njëkohësisht dhe bashkëthemeluese e drejtore e procesit mësimor të shkollave shqipe Alba Life, që trejnoi jo vetëm mësuesit e shkollës sonë, por edhe këshillin e arsimtarëve të diasporës, ku dhe unë bëja pjesë në kryesinë e atij këshilli për disa vite. Në vitet e pandemisë, shkolla Alba Life ju bashkuan edhe shkollat e Chicago, Halifax në Kanada e mjaft nxënës e student nga Amerika dhe Europa po ashtu. Shkolla shqipe Alba Life u themelua në qytetin e Staten Island në New York në vitin 2007 e ushtrime I herë si një plur kozmik, thot Kozeva, në të gjithë qytetet e metropolit të New York. Vitin e kaluar, hapëm edhe një det tjetër në Albany, kryeqytetin e shtetit të New Yorkut, me gati rreth 50 nxënës. Sigurisht kemi patur edhe vështirësi e pengesa, e sidomos të shkaktuar nga dyshimi I padëshëruar I shkollave publike, ku bëjmë mësim, e ndonjëherë kemi lëvizur nga një shkollë në tjetër, në shkollë në tjetër, por më keq ishte kur lëvizëm nga qendra shqiptare Iliria, se u mbyll e na u desh të rivendosemi përsëri këtu në këtë qendër në Christopher Columbus High School, falë ndihmës e dashamirëses drejtoresës Julia Neriman, që e falenderoj publikisht. Shkolla shqipe Alba Life është lauruar me titullin ambasador I Komit nga shteti shqiptar dhe është e vetmja shkollë diaspor që mban me nder këtë titull. Po ashtu jemi vlerësuar me 2 rezoluta të veçanta nga Asamblea dhe Senati Amerikan për punën e madhe që Alba Life ka bërë për mësimin dhe ruajtjen e gjuhës shqipe, ku gjerasit të falenderoj veçarisht Assemblyman John Zagaro Jr., që ishte nisëtari I paraqitjes së rezolutës në Parlamentit në 22 maj 2024 dhe senatori Martin Golden, që ishte nisëtari I paraqitjes së rezolutës në Senat në 28 prill 2018. Let me thank you them and please let's give them applause for what they did for Albanian School Alba Life. Pa dashur të zgjatur, se veprimtaria e shkollës shqipe Alba Life është e pasyruar në kronikat e shumta të televizionit Alba Life, e gjenden në YouTube, e transmetohen pothuajse për ditë edhe I transmetohen në televizionin Alba Life. Më lejoni që në emër të bordit të shkollave shqipe Alba Life dhe televizionit të vlerësoj ardhjen për vizitë të presidentit Begaj e t'i dorëzoj një plak mirënjohje me motivacion. Televizioni dhe shkollat shqipe Alba Life, ambasador I Komit, I prezantojnë presidentit Shqipërisë Zoti Bajram Begaj çmimin e lartë të mirënjohjes si presidenti I parë I Shqipërisë që viziton shkollën shqipe Alba Life në Bronx, New York, dhe bëhet burim frymëzimi për vazhduar më tej këtë mision kombëtar. Dorëzuar me 27 shtator 2025 nga Qemal Zylo, themelues dhe drejtori I shkollave shqipe dhe I televizionit Alba Life. Dhe tani para jush presidenti I Republikës së Shqipërisë, Zoti Bajram Begaj. Kreu I lartë I shtetit shqiptar, simboli I unitetit të kombit shqiptar, Bajram Begaj. Shumë faleminderit Kozeta. Së pari më lejoni të falenderoj të gjithë ju që bët mundur këtë takim për faktin e këtyre emocioneve kaq të shquara që unë kam marrë
në të gjithë takimet që kam bërë me Komitetin Shqiptar dhe veçanërisht me komitetin tuaj dhe me shkollën dhe televizionin Alba Live. Të dashur fëmijë, të nderuar mësues, prindër dhe miq të ftuar, sidomos miqtë amerikanë. Është kënaqësi e veçantë që ndodhem këtu sot mes jush në këtë vatër të gjuhës dhe kulturës sonë. Rrjeti i shkollave Alba Live është një histori suksesi. Është dëshmi e dashurisë së shqiptarëve për gjuhën anëtare, për identitetin tonë dhe për traditat tonë. Ashtu sikur edhe Zoti Gjemale përmendi, për pothuajse 2 dekada, Alba Live ka qenë një dritare e hapur për fëmijët e diasporës, duke i mësuar atyre jo vetëm gjuhën shqipe, por edhe krenarinë dhe prejardhjen e tyre, edhe në ditët më të vështira të pandemisë. Kjo shkollë dëshmoi se asnjë sfidë nuk mund ta ndalë misionin e shenjtë të arsimit dhe ruajtjes së gjuhës anëtare. Dua të shpreh minjëron time për zotin Qemal Zylo, për Kozetën, Kozeta që ulur atje, për themelimin dhe drejtimin e këtij rrjeti. Për faktin se zoti Qemal tha që Kozeta është gjysma ime më e mirë, kështu unë mendoj se i takon asaj suksesi më i madh dhe një falënderim i veçantë për të gjithë mësuesit, për kushtimin, dashurinë e treguar që ti mësojnë brezit të ri, fëmijëve tanë, gjuhën dhe kulturën shqiptare. Për kushtimi i familjes Zylo për të ruajtur dhe forcuar identitetin shqiptar në diasporë është një shembull frymëzues për të gjithë ne. Dhe ju me drejt përmendët dekorimin nga shteti shqiptar, është një vlerësim i merituar për vizionin dhe kontributin tuaj të jashtëzakonshëm, po është shumë pak krahasuar me atë çfarë ju bën. Realisht ju jemi përgjegjës për faktin e këtij misioni të madh që ju keni. Të dashur prindër, unë ju përgëzoj për përkushtimin tuaj, për dashurinë tuaj që tregoni duke sjellë fëmijët tuaj të mësojnë në këtë shkollë. Ti dhuroni atyre një pasuri që do t'i shoqërojë ata për të tërë jetën, gjuhën tonë, gjuhën e shtrenjtë anëtare, ADN-n e kombit shqiptar. Gjuha është atë që ne mbajmë me vete, kudo ku shkojmë. Është lidhja jonë me të kaluarën që forcon rrënjët nga ne vim, rrënjët e identitetit tonë shqiptar. Të dashur fëmijë, ju jeni ardhmja, kudo ku jetoni, ju e keni në zemër Shqipërinë. Unë kam vetëm një këshill. Ruajeni dhe mësojeni gjuhën shqipe me shumë dashuri, sepse ajo do t'ju bëj më të fortë, më të pasur shpirtërisht dhe më krenar për atë që ju jeni dhe përfaqësoni. Ju falenderoj nga zemra edhe një herë për këtë mikpritje, për emocionet, për dashurinë që ruani për atë deon. Dhe ju siguroj se Shqipëria është krenare me ju, është krenare për ju. Unë dua ta mbyll me një shprehje të huazuar në fakt, nuk është e imja, por që më preku. Shqip do flas dhe shqip do shkruaj, edhe pse jam në dhe të huaj. Gjuhë të nënës shqipen kam, jam krenar që shqiptar jam. Dhe tani para jush ftoj assembly member zotin John Zakaro, i cili e ka mbështetur, is very close friends to the Albanian community and special to Alba Life. We are very thankful and thank you so much what you have done for the Albanian community and for the Alba Life. God bless you and welcome. Good morning.
Mirëmëngjesi. Well, it's an honor this morning to be here with so many of you. And it's a special honor to welcome President Bengai here into the Bronx and into our community here in this district. I want to thank Kemal, I want to thank Cosetta and the entire Albalife family for all that you do for our Albanian community here in the Bronx and across the state of New York. And I want to thank Albalife for always welcoming me into your space and into your community. As Mayor David Dinkins once said, New York City is a great mosaic, a beautiful tapestry woven together by diverse cultures and communities. And the Albanian community is a vital part of that mosaic, enriching our neighborhoods with your culture, with your traditions, with your spirit, with your resilience, and with your amazing burek and chibapa. The contributions to so many of you strengthen our collective identity, and it makes us a more vibrant and united community. And together we celebrate not only our differences, but we celebrate our shared values, which make us stronger together. And so thank you for being an integral part of this community and the story that will be told about the Albanian community here in the state of New York. And it brings me great pleasure today to be able to invite Mr. President, if you can join me up here. It gives me great honor today to bestow upon a New York State Assembly proclamation in commemoration of your visit here to the Bronx, your commitment to Albania, and your commitment to the people that you serve. And I want to thank you with that and present you today with a New York State proclamation on behalf of all your service. Bashkëpunim të suksesshëm natyrisht është dhe një gruaj suksesshme që e mbështet bashkëshortin, familja, një duartrokitje për familjen e shenjtë shqiptare. Këtu midis nesh kemi zonjën e parë, Armanda Begaj, ju lutem në këmbë zonja e parë e kombit shqiptar, Armanda Begaj, është krenari për mene që ta kemi këtu midis nesh, kur lexova rezumen, biografinë e saj, ngella e manitur dhe njëkohësisht pse jo edhe shumë krenare, sepse midis nesh kemi një kolege e cila ka qenë mësuese matematike. Faleminderit. Një duartrokitje të fortë desha dhe për dy ambasadorët, janë diplomat, kanë ardhur pranë Albalife dhe ne nuk I harrojmë më kurrë, jemi shumë I njohës se nuk ka më keq se mos I njohësit. Prandaj një duartrokitje për ambasadorin Buçati, që ishte ambasador I Washington, dhe ambasadorin doktore Suela Janina. E meqense me fjalimet që se drejta bota e fëmijëve nuk është se I ka shumë dëshirë, tani pranë jush do të kemi këngën nga fëmijët tanë, dëgjojeni se si ata çetërojnë shqip, kaq bukur, kaq maniçëm, kaq mrekullisht, me këngën Xhamadani Via Via, interpretuar nga dhe udhëhequr nga artistja e shquar e bukur, elegante, Valbona Peraj, e cila është e njohur në skenat e New Yorkut. Valbona Peraj dhe nxënësit e mrekullueshëm shqiptar. Atëherë do doja personalisht të të falenderoj për ardhjen tuaj në mesin tonë, se kjo është edhe një iniciativë mirë e bukur dhe jemi krenar që kemi në mesin tonë, në mesin e këtyne, ne themi e ardhmja e Shqipërisë, por besomi një diçka është, edhe e ardhmja e Amerikës, këto hyje të bukura të tonë. Është të kënaqësi për ne që të kemi bashkë në zonjën tonë dhe të mrekullueshme mirë se keni ardhur. Dhe do doja një duartrokitje dhe do I dëgjoni sa bukur këndojnë shqip,
edhe anglisht këndojnë bukur, por më bukur këndojnë shqip. Do doja gjithë së bashku, bashkë edhe me prindrit, të shoqërohen me këngën, pasi ne këtu këndojmë vetëm këngë patriotike. Jo se nuk I dim këngët e tjera, por na merr madhi për Shqipërinë tonë. Dhe një duar përkitje për të gjithë fëmijët e mi që kam këtu, edhe janë, do këndojmë të gjithë së bashku, ama dhe juve do këndoni sot, apo jo? Hajde maestro, vetëm bazën muzikore dhe ne do këndojmë live Xhamadani via via. Do doja duar përkitjet nga ju dhe nga nxënësit gjithë bashkë. Ftojmë presidentin Begaj një foto me studentët. Do doja një duar të vitë të fortë për mësusat, një herë për parë, për Kozetën dhe inxhinierin. Jemi inxhiniera dhe Kozeta thot, ju të dy, vetëm I bëni komplimente njëri tjetrit. Unë kam një djalë në shtëpi edhe ka njerë të me zirë dyroj, se si dyroni gjithë këto fëmijë, o zot, o zot. Një duar të rokitje të fort për ju, jeni ikona, jeni idhët I të mirë. Do këndojmë bashkë? Hajde maestra. Don't
Dhe tani me një poezi nga Laura Lekaj. Laura Lekaj ka kohë që është nxënëse shkollave shqipe Albalajt dhe sot jam shumë krenare sepse filloi në shkollën publike amerikane në shkollë të mesme si një nga nxënëset e nderuara në programin e të nderuarve. Një paprokitje për Laura. Si zoj shblidhemi rreth shkollës shqipe, luajmë dhe gëzojmë të gjithë bashkë. Shqip në flasim në çdo orë mësimi, bëhemi kurore e një miqësi të artë. Unë jam Laura nga New Yorku dhe sa e dua gjuhën shqipe dhe shkollën e famshme Albalajt që janë foleza të zemrës time. Bekuar qofshin mësuesit tona që na kanë mësuar këtë gjuhë njore. Prandaj çdo 7 mars ne ju durojmë tufa mimozësh me aromë arbrore. Mësuesit tona me gjuhën mjalt sjellin pranë një copë Shqipërie. Shqipja na bet himi atit në çdo qëliz me gjak. Sytë e tyre shkrepin zjarë kur ABC-n në mësojmë. Në Amerikë dizet një farë, si hene plot ne dyqojmë. Bravo, Laura. Dhe tani kemi shumë lullet, në fakt jam gonxhe të gjitha, dhe është një kopështi mrekullueshëm këtu në zemër të New Yorkut. Le të vi pra nesh lulja e Dukajgjinit, Eliana Shala. Me kontribute familjare, motra e saj ka qenë pra nesh, është marrë me vallet kush Eliana, lulja e Dukajgjinit. Një duar trokitje që duket të lullu. Në të gjitha vendet I kemi, zoti Begaj. Nga Kosova, Prishtina, Macedonia, Shkodra. Vendosim në skuadrën e Dukajgjinit. Ti do flasësh një përshëndetje të vogël për presidentin për Shqipan, ha? Përshëndetje. Një presidenta Kosovës. Nuk ishe nevojë fare për muzikë, sepse muzika jeni ne, ti e zëri brillant të jone. Një duar trokitje për numëroshën tonë. Dhe tani, Valga e Tropojës, siç e dini, është ruhet në UNESCO dhe është krenari për shkollat shqipe Albalajt, që e kanë interpretuar çdo vit Valgën e Tropojës. Sa të rregullojnë Valgën e Tropojës, zoti president, vitin e kaluar, patëm grupin LAP për herë të parë në historinë e diasporës, që vinte një grup LAP. Ne kemi pasur jo vetëm grupin LAP, por kemi pasur edhe nxënës nga Rogozhina, që Rogozhina e presidenti tonë dhe kënaqemi shumë të suksesshëm. Duar trokitje ju lutem sa të rregullojnë. Sa të rregullojnë,